Përshëndetje, por faktikisht na do dalim me një konferencë shtypit edhe klubi, por në bazën e kriterit licencimit, stadiumi është i licencuar për Kupat e Europës dhe një ndër kriteret e licencimit ka qenë për të informuar UEFA-n nëse do ketë stadiumi destinacion sportin apo pjesën kulturore. Praktikisht ne kemi plotësuar në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër që stadiumi ka destinacion vetëm sportin, pjesën e ndeshjeve të vllaznisë. Tash ne kemi marrë vesh faktikisht sot, sepse nuk kemi asnjë informacion nga Bashkia Shkodër që do bëhen koncerte. Dhe unë kam pasur një bisedë informale me zotin Aron Milotit, drejtorin e sportit të bashkisë, dhe më ka thënë stadiumi do bëhen koncerte, BMC, jo vetëm një koncert, sepse me sa morë informacion sot drejt Berat Çamini, cili është emri i nderuar, është për mua është në Shkodrës për gjitha gjanat, por duke pas parasysh këtë situatë dhe duke pas parasysh që bashkia dën të rrojë destinacionin e stadiumit, dën ta bëjnë për të bërë eventin kulturore, unë desha të them si ne rrezikojmë ndeshjet e Kupës së Europës, edhe rrezikojmë ndeshjet e kampionatit për të luajtur në Shkodër. Të bëhet fjalë mas vllaznia është më vjetë se Bashkia Shkodër, praktikisht është emblema e këtij qyteti. Dhe ndoshta për herë të parë do të dërojnë të luajnë ndeshjet tona diku tjetër në Tiranë apo një qytet tjetër. Ka një udhëzim që penalizon vllaznin? Shiko, ne kemi një marrëveshje me Bashkinë përdorimit, e cila sigurisht që mundumi ta respektojmë sepse është një ndër kriteret e licencimit. Klubi duhet të ketë stadiumin. Kjo është shtëpia shkodranëve, shtëpia e gjithë tifozërisë, nuk është pavarësisht se vllaznia është private, por vllaznia është e gjithëve, unë jam këtu në emër të vllaznisë, nuk jam në emër private, sepse do ta kisha pas më të lehtë ndoshta mos delsha fare. Por kjo është një kostur që duhet me marrë në emër të qytetit, në emër të vllaznisë, si mendoj se ka disa segmente në Bashkinë Shkodër që ndoshta nga pjesë e ignorancës. Nuk mendoj pjesa e dashakeqësisë, nuk e besoj këtë gjë, por gjithsesi mendoj se është pjesë e ignorancës më shumë që nuk e kuptojnë dhe nuk e dinë vlerën e vllaznisë. Dhe tash nëse stadiumin do ta bëjmë tallava, nëse do ta bëjmë për të bërë këtu koncerte, me udhëzim federat, unë do të nxjerrë edhe shkresat më vonë, tash nuk është ndoshta momenti se isha i pa përgatitur. Si disa herë është cilësuar si stadiumi nuk duhet të ndrohet destinacioni. Nëse duhet të ndrohet destinacioni, sigurisht që duhet mund me folë me federatin, me UEFA-n, sepse kanë marrë një shembull stadiumin në Albania. Stadiumi në Albania për dënimi të gjithëve është me barë sintetik dhe ka tjetër investim që është me barë natyral. Do kemi probleme mjaftueshme si po mundohemi gjithë që ta mirëmojmë stadiumin në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Por nëse do kalojmë këtë nivel koncertesh, sigurisht që duhet plotësohet disa kritere të tjera. Kjo është edhe nuk ka si gjak këtu, kjo është në emër të vllaznisë, domethënë, edhe unë jam i surprizuar sapo ardha këtu, mora vesh se do ketë konferencë për media. Shua takua zotin Pandilaçi që është më duket drejtori i sporteve. Dhe më thëtë, po do bëjnë koncerte, tha, BMC, të shi nuk e di, qose e gjykoni të rësyshme. Nuk ka pasur konsultim para? Asnjë gjë, nuk kene asnjë informacion. Unë sa po erdha dola në punë, mora vesh, do vinë skuadrat tash, që do vinë se ka orarin, se normalisht do bëhemi gati. Ne bile kishim planifikuar ndeshjen me Deqiqin, me datë 21, por tash me çfarë mora informacion do shkoj me losim atje, diçka do të bëhet. Unë jam i surprizuar, pasi sa më atje nuk kam asnjë informacion. Kur është ndeshja më afër te vllaznisë dhe sa rreziton të koncert? Atëherë, ndeshja më afër te ishte me datë 21 qershor. Si unë mora vesh që ditën që ishte koncerti ne kishim ndeshje miqësore, tash nuk di asun çfarë mëdhimesh do marrin VMC. Rrezikojnë, nuk luan vllaznia në Kupën e Europës nëse do bëhen koncerte në stadiumin e Europës. Kjo është e sigurt sepse kemi marrë njoftime nga federata. Unë do të nxjerrë edhe shkresat më vonë. Kam pas diskutim për fatin e keq, kjo është situata tash. Përgjegjësia ta ka ndikuj tjetër. Po, është një domosdoshmë si mas informacione më duket se është i gjop 200.000 euro, por nuk do rrezikojmë këtë pikë sepse do shkojmë losim diku tjetër. Për fatin e keq, nuk ka situata pa precedent. Unë jam i habitur faktikisht se me shku vllaznia Shkodrës me lut stadiume të tjera, nuk di çfarë më thonë. Bien keq.